Të nderuar shikues të Veriu Sport, sapo ka startuar sfida e futsallit në mes Vllaznisë dhe Flamurtarit. Një super sfidë kjo për kampionatin kombëtar të futsallit në mes dy skuadrave me traditë, jo vetëm në futbollin e madh, por edhe në futsal. Sulmi i parë për Vllaznin me Çokajn, që ka rrezikuar seriozisht portën e ekipit Vlonjat. Kaluan në Vllaznia Shkodrës kampione kombëtare në fuqi dhe Flamurtari fitues i Kupës së Shqipërisë. Vllaznia ka nisur ndeshjen ndryshe nga takimet e mëparshme me një pesë tjetër me kapitenin Besfort Gjoklej. Është Fatos Behari në port, Denis Çokaj, Semir Gogaj dhe Mateo Çardaku. Kjo është pesja e parë e ekipit Vllaznisë që ka startuar. 2 minuta parë ndeshjes, rezultati është 0-0. Kujtojmë që 3 javë më herët në pallatin e sportit Flamurtarit e Vlorës, këto dy skuadra kanë dhuruar spektakël, teksa takimi është mbyllur me fitoren e Vllaznisë 4-5. Takimin e sotëm po e gjykon një dyshe arbitrësh ndërkombëtar, Albano Stolaj dhe Jetmir Podgorica janë në fushën e lojës duke gjykuar, ndërkohë që në tavolinën e gjyqtarisë është Bekris Dragusha në rolin e sekretarit dhe kronometrit. Çokaj për Vllaznin, aviansore, ndërkohë që Klajdi Përpunja është delegati i Federatës Shqiptare të futsallit, që ka ardhur nga Tirana për të vazhduar të ndeshje dhe vjen goli i parë me Denis, është pikërisht Semir Gogaj. Semir Gogaj, e majta e tij si zakonisht është shumë përcaktuese. Minuta e 2 të ndeshjes, Vllaznia 1, Flamurtari 0. Nis kjo ndeshje shumë shpejt me gol. Dhe ndes Semir Gogaj, pikërisht ai që në pragdheshje, në prononcimin e dhënë për Veriu Sport, foli me optimizëm për një fitore në këtë ballafaqim emocionues. Është fakt interesant për Semir Gogajn, që të stumi Vllaznisë dhe Çardaku çfarë ka humbur. Çfarë ka humbur Mateo Çardaku, fare para portës mund ta dyfishonte avantazhin. Sulmi për Vlonjatët, që kërkojnë të rikuperojnë. Gokaj dhe Gjoklej kombinojnë njëri me tjetër, pastaj është edhe Çokaj. Gokaj, që thamë me herët, ka një fakt veçantë të këtë ndeshje, se luan përballë i skuadrës së tij dhe ka jo pak emocione. Semir Gogaj ka luajtur për Flamurtarin me herët dhe 4 sezone, ka luajtur për Vlonjat dhe ka fituar 2 trofe, një kupë dhe një kampionat. Dhe tashmë është rikthyer tek Vllaznia, kur ka fituar titullin kampion vitin e kaluar. Dhe edhe këtë sezon Kokaj me kolegët e tij kanë marrë përsipër që të kenë sërishmi, të kenë pronë të tyre titullin kampion. Ka humbur kontrollin e topit skuadra Flamurtarit. Behari për Çokaj, për ka dalë portieri. Pretendon
Trajneri Elci Tafili për një faull. Shikojmë se në këndeshje Tafili ka preferuar ta nisë nga Stoli. Është Elci Tafili, kapiteni i Vllaznisë dhe njëherë si trajneri i Vllaznisë, po ka luajtur shpeshherë dhe në fushë si kapiten, por sot është e pankinë së bashku me kolegun e tij Arben Xhaferi. Çokaj. Shumë për vlonjatët. Duke fort diagonale, atje e numrit 25 të skuadrës vlonjate Jurgen Toska, një goloshenues i aftë i skuadrës së flamurtarit. Ziku ban golit e dy dhe ka shënuar. Ka dy fishuar avantazhin Joald Ivziku e ndan në tribun me miqtë e tij, me të afërmit e tij. Direkt nga Stoli i riu i talentuar Joald Ivziku vjen me gol nga Stoli dhe përshëndet rjetën e portierit Shiba të flamurtarit. Minuta e 5 ndeshjes, 2-0 për Vllaznin. Autor të golave Semir Kokaj dhe Joald Ivziku. Toska ka gjuetur rrezikshëm, por në pozicion ka pritur portieri Behari për stri ekipi vlonjat. Në të rrezikshmin Toska si zakonisht. Leci. Toska në krahun e majt, bulot rreth nga Samir Hyseni. Çokaj. Hyseni. Gokaj, autori golit parë, Gjoklaj, kapiteni skuadrës në këtë ndeshje, me mungesë të kapitenit të zakonshëm Elci Tafili, që sot është në Stol, duke drejtuar ekipin si trajner. Hyseni ka fituar të top nga Viansore. Takimi po gjikohet nga dyshja arbitrave të mirë njohur, Albano Stolaj dhe Jetmir Podgorica. Kokaj, Gjoklaj. Sot të lotë bashku me topin Ivziku, Hyseni. Tekniku Tafili ka bërë lëvizjen në këtë moment në formacion duke e freskuar peshën e parë. Kokaj për Ivzikun, Gjoklaj, Hyseni, Gjoklaj tek Semir Gokaj, autori golit parë. Në topin vlonjatët, në Tosken, Leci, një tjetër pikë e fortë të skuadrës vlonjate, në disa sezonësh duhen për këtë skuadrë. Gokaj, kërkon hapësirë për të goditur, e humbet fuqinë aksioni, ishte gati të godiste, por nuk gjeti hapësirë. Gjokla diagonale për Ivzikun, autorin e golit të dytë të Vllaznisë. Sulmi për vlonjatët. Leci. Largohet Jordan Nelaj në këtë moment të formacionit vlonjat.
në fushi sapo aktivizuar Clark Kalus, numri 9. Familja sportive Kalus, kur kemi parasysh edhe trajnerin Mario Kalus në stol. Lecci është Emiliano Abazaj, sëri Erard Lecci sulmon drejt portës së Vllaznis për ndërhyrje në sparakate Joalt Ivzikut. Eviton sulmin Vlonjat. Në sulmi për Vllaznin, por thyhet në çast dhe janë Vlonjatët me Kalus. Se godet fort. 2-0 është rezultati të ndëruar shikues të Veriu Sport, që pëndisi të ndeshje drejt për drejt nga Pallati i Sporteve Qazim Dervishi, ku luhet minuta 8 e ndeshjes. 2-0 për Vllaznin, por një lojë plot ritëm, një lojë luftarake dhe me episode në të dy aportat respektive. Ka shënuar 2 gola Vllaznia, por ka rrezikuar mjaft edhe skuadra Vlonjate. Në lojë për skuadrën shkodrane në të moment është aktivizuar edhe Gjahysa. Lecci, një rrezik serioz për portën e Vllaznis. Kalus gjuan me forcë. Luan forcë skuadra Vlonjate me kapitenin Jordan Kapaj në krye. Gjokla e fort kjo goditje, ka pritur me 2 kohë portier për vazhdon aksioni, sulmi për Vllaznin. Rrezik serioz për portën Vlonjate për të pësuar golin e 3. Lecci. Nellaj. Nellaj duan nga distanca, por ka pushim. Ka pushim në të momente. Ka kërkuar pushim me trajneri i Vllaznis Alci Tafili, që ka pranë edhe drejtorin sportiv të futsallit shkodrane Arbel Gjaferi, që sa herë Tafili është në fush si kapiteni i skuadrës, ai e drejton skuadrën nga stoli. Shikoni orientimin e skuadrës kuqe blu nga Tafili dhe Gjaferi, ndërkohë që në krahun tjetër është edhe trajneri i ekipit flamurtarit Mario Kalus, që natyrisht nuk është i kënaqur me këto minuta të pjesës parë, kur jemi tek mbyllja e minutës së 10 në pjesën e parë, dhe flamurtari është në dizavantazh të 2 golave, Vllaznia 2 dhe flamurtari 0. Gjyqtarët e ndeshjes Albano Stolo dhe Jetmir Podgorica vërshëdhen për të rikthyer skuadrat në fushën e lojës. Flamurtari luan me Alban Shiben, Erard Leccin, Jordan Kapaj, Roflen Cenellaj, Oltion Rapa, Jurgen Toska, Emiliano Abazaj, Clark Kalus, Emiliano Abazaj, Bruno Zani, Emanuel Lame dhe Niko Bisha. Trajner i ekipit flamurtarit Mario Kalus. Kopi përsi për Vllaznin. E fort, kjo lutje ishte Gjahysa. Vllaznia ka në protokollet të ndeshje, ka portieri Maldin Tafa, kapiteni Tafili, Çokaj, Gokaj, Gjokla, Hyseni, Ivziku, Çardaku, Gjahysa, Boshti,
Behari dhe Jahaj. Sitafili dhe drejtor sportiv Arben Gjaferi. Qokaj për Gjahysen që gjuan me forcë e rrezikshme. Befasuese kjo gjujtje e Gjahysës që pritet me vështirësi nga portieri Shiba i Flamurtarit. Është fundi minutës së 10, është gjysma pjesës parë, po mbyllet dhe avantazhi i Vllaznisë për shifrat 2-0. Leci për Flamurtarin. Kapaj, kapiteni i skuadrës. Si Benjatët Leci bllokohet në gjujtje nga Gjahysa në mënyrë më të mirë. Rigert Gjahysa. Si Benjatët e kapaj nga krahu gjatë e fort kjo goditje e tij. Topi është devijuar në fundore, goditje këndve për ekipin e Flamurtarit. Leci Kapaj Behari për Qokajn, por do hyn Benjatët pranë golit parë. Nuk ka faul, seksojnë arbitrat. Vazhdon loja, por dëmtuar një futbollist i Flamurtarit, ishte një dy luftim në zonë. Dhe shikojmë cili numër është, kërkohet ndërhyrja e mjekut, duket se dëmtimi është serioz. Është minuta e 11 ndeshjes për pjesën e parë, 2-0 kurason Vllaznia. Është Jordan Kapaj ai që u dëmtua, por është rikuperuar. Listari jetë bjerë për Gorica kërkon zbatimin e rregullores që nuk ka vërshëdhyer ai dhe rikthen aksionin, ja akordon Benjatëve. Leci Kapaj e ka humbur këtë aksion. Tani Majro Kalës është i shqetësuar në këtë momente për returinë e skuadrës e tij, ka të drejtë. Është në dizavantazh 2-0. Gjahysa nga krahu i djathtë. Vllaznia dhe Flamurtari janë dy rivalet të denja, se bashku me Tiranën janë pretendet kryesor për titullin kampion. Leci Rapa ka kaluar direkt tek numri 25 Jurgen Toska, se gjuan për para problem, për tashmë kemi një dëmtim në radhët e Vllaznisë, është Qokaj, Denis Qokaj. Behari me këtë top për Mateo Çardakun. Qokaj, finde ti, kombinon me Qokajn. Ngulmon Çardaku, përsëri Vllaznia, por ka faul në favor të ekipit të Flamurtarit. Leci nuk dorëzohet Flamurtari. Në dizavantazh të dy golave, por luan fort. Toska ka shpërdoruar këtë mundësi, këtë top pranë tij. Flamurtari është një rival i denj i Vllaznisë, në dizavantazh 2-0, por po luan fort. Është një sport me shumë të papritura.
futsala. Kujtojmë që në takimin e fatës parë në Vlorë, Vazhgia kryesoi 2-0, pastaj Femërtari barazoi dhe rimori avantazhin 4-2 dhe në fund ishte Vazhgia që mbylli 4-5 me fitore ndeshjen në Vlorë. Pra, shikoni çfarë lëvizje, çfarë luhatje, çfarë surprizas gjatë ndeshjes. Një të rezultat si në Vlorë 2-0 për Vazhdin, ka qenë edhe pjesa e parë edhe në Vlorë dhe vazhdon të jetë dhe në këto momente avantazhi 2-0 i Vazhdis, 2 ndrrime. Një herë aty në këto momente të radhës dhe Flamurtarit që kërkon freskinë e lojë. Çokaj e ka humbur kontrollin e topit, janë vlonjatët, por Çokaj rikthehet me shpejtësi dhe rikuperon gabimin e tij. Leci, Nelaj, përsëri Leci, Rapa, Nelaj, Leci, Gokaj, Findeti, topin ka faul në favor të ekipit të Vllaznis. Çardaku një faul në të momentin në favor të ekipit të Vllaznis, është autori i kësaj goditje do të jetë Semir Gokaj. Ka goditur Gokaj, topi është përplasur të muri vlonjat. Gokaj, autori i golit të parë për Vllaznin në këtë ndeshje. Çokaj. Pash për portive për topin e parë, vlonjatët të mbulin, por topi është për Vllaznin. Gjoklej. Femërtari, por i merr atje Çardaku këtë aksion. Topi për vlonjatët, nuk është dakord Mateo Çardaku në këtë vendim, por vendimi i arbitrit zbatohet. Tash ka të drejtë Çardaku që kërkon, topi ka kaluar vijën anësore. Vlonjatët kanë shpërdoruar këtë mundësi. Në minuta 15 të nderuar shikues të Veriu Sport, Çopendisi drejt për drejt të ndeshje. 2-0 për Vllaznin. Autor të golave janë Semir Gokaj, goli i parë, dhe Joalt Ivziku, goli i dytë. Behari nga vija fundore e portës e tij, nga pikat e forta të Vllaznis. Behari tjetër duhet e Gokajt e mundësi për të
Shënuar golin e tretë, por topi kalon vetëm pak centimetra larg pingunës se majti portierit Shiba të flamurtarit. Leci për flamurtarit. Përpiqet mjaft skuadra vlonjate, por akoma nuk ka gjetur golin e parë. Leci, Nellaj, Kallus, përsëri Kallus. Letësi të portieri Shibat e kalon dot numrit të 8 Rapa, por pa sukses. Minuta 16 për pjesën e parë të nderuar shikues, 2-0 kryeson Vllaznia. Gokaj, finde e tij rrethohet nga dy uniformat e vlonjate, ja kanë marrë topin. Ka ndërhyrë atje Sajmir Hyseni. Ka larguar topin. Dëmtuar paksa, po është ngritur në çast. Kapaj kombinon me Lecin. Pastaj edhe Kapaj. Jordan Kapaj është kapiteni i skuadrës së vlonjate. Bull skuadra vlonjate, por është ndërhyrja e Gokajt. Fatos Behari kalon portën. Kërkon kombinimin me Sardagon, por topi ishte më i fortë sa duhet në lartësi. Aksioni për vlonjatë, ka ndërhyrë Sardagu, shumë i shpejt, inteligjent dhe saktë ndërhyrje. Lidhje dënimin e favor të ekipit flamurtarit është dëmtuar për momentin e Olten Rapa, po është ngritur gjyqtari i takimit pavën të faul. Me kjo ndërhyrje shumë e ashpër e numrit 25 të Toska, Jurgen Toska në dëm të Samir Hysenit. Duket një dëmtim i rëndë. Duke pasur edhe këtu pranë planit ton të transmetimit, konstatuam se ndërhyrja ishte shumë e rrethtë, por Hyseni është ngritur. Kokaj për Gjoklajn. Kombinon me Semir Gokajn. Autorin e golit avantazhin për Vllaznin. E 17 minutë për pjesën e parë, kryeson Vllaznia 2-0. Autor të golave Gokaj dhe Ivziku. Kapaj. Fatos Behari fitron topin, për Vllaznia nis për shpejtësi të Gokaj. Kombinon me Hysenin. Farë mundësie kishte Samir Hyseni për të shënuar golin e tretë. E kanë devijuar vlonjatët në vijën anësore. Gokaj nga këndi. E shpërdoron këtë top duke kërkuar të kombinoj me kolegët e tij, por nuk arrin qëllimit. Letësi për flamurtarin.
Kapaj. E shpërdron mundësinë aksionet edhe flamurtari. Është për rradha vazhdis. E si Mirgokën. E fort kjo goditje e Rigerc Gjahysë si sa po aktivizuar në fushë. Leci. Videni Kapaj kombinon me Toskën, gjithë Toska mulot rreth nga Hyseni. Tari kemi gull shumë dhe ishte pranë golit të parë në këtë momente, por shkëtoi vazhdia. Dhe flamurtari me numrin 10 Nelaj, 18 minutë, vazhdon avantazhi vazhdis 2-0. Sa po aktivizuar në fushë, është autori golit të dytë për vazhdim. Ato përzetërot nga vlonjatët. Kërkojnë me insistim golin e parë, një mundësi tillë, por është Mirgokaj që mbyll gjithçka në anësorin e majtë. Ziku Nene për flamurtari. Rritëm I lartë të ndëruar shikues në këtë minuta dhe për gjatë gjithë pjesës parë. Kapaj kërkon të kombinoj me Leci, nuk e arrin qëllimin. Arrim tek flamurtari e lojë që aktivizohet Kalus. Është numri 9 Clark Kalus, është djali I trajnerit Mario Kalus. Ndërkohë që mungon një Kalus tjetër, është djali tjetër I trajnerit I cili sot nuk ka udhëtuar me skuadrën. Shikojmë karton I verdhë I akorduar nga gjyqtari I takimit Jetmir Podgorica në dëm të Errol Lecit numri 3. Leci ka dalë portieri Behari, ka thyrë aksion në vlonjat në rolin I mbrojtësi. Kemi ullë skuadra vlonjate për të shkuar në dhomat e zhveshjes paktën në një gol në pushimin mes dy pjesëve, por vazhdia është vendosur. Gjyqtari Podgorica shërbën një faull në favor të ekipit të flamurtarit në dëm të kapitenit Kapa ishte kjo faull. Carlos Clark Kalus, ai që do ta ekzekutojë duhet të goditje dënimi. Fort, kjo goditje
e Kalos, por mbi shtyllën horizontale dhe tashmë një tjetër kërcënim nga kapiteni Jordan Kapa, një majtë e tij e fortë, por topi shkon paksa larg pingullës së majtë e portierit Fatos Behari. Janë sekondat e fundit të pjesës së parë, kur rezultati vazhdon të jetë 2-0 në favor të Vllaznisë. Kemi Shiba, Kalus, Leci, topi për flamurtarin, shumë lufte fort sportive në këtë mbyllje të pjesës parë. Leci për flamurtarin. Përsëri Leci. E shpërdoron këtë mundësi dhe trajneri Milo Kalos nuk përmbahet nga pak nësit e shpërdorimit të këtij aksioni. Sekondat e fundit të pjesës së parë, kronometri është mbyllur. Pjesa e parë, të nderuar shikues, kronometri thekson 0-0. Pra 20 minutat e pjesës parë të supersfidës Vllaznia Flamurtari. Takimi i veshëm për kampionatin kombëtar të futsallit është mbyllur me rezultatin 2-0 për ekipin e Vllaznisë. Autorët e golave për skuadrën Kuqe Blu, Semir Gokaj dhe Joalt Ivziku. Këtu të nderuar shikues të Veriu Sport të mbyllim transmetimin për pjesën e parë të ndeshjes Vllaznia Flamurtari, rezultati 2-0 për Vllaznin. Pak pushim, mos u largoni nga ekrani i Veriu Sport, do të jemi përsëri së bashku për pjesën e dytë të kësaj ndeshje.